BKJK shtyn sërish përballjen e madhe, duke caktuar datën 12 janar për të vendosur përfundimisht nëse dosja Meta do të kalojë për gjykim apo jo. Shkak i kësaj shtyrje të radhës u bë ndrrimi i avokatit mbrojtës të Ema Çokut, e cila akuzohet për pastrim parash në të njëjtën dosje. I pranishëm në sallë, përveç avokatëve, ishte vetë Ilir Meta dhe ish bashkëshortja e tij, Monika Kryemadi. Edhe këtë herë, nga kafazi i xhamit, Meta kërkoi të njihej me aktet, por jo me të gjithë dosjen voluminoze. Ai ka kërkuar specifikisht vetëm pjesët ku SPAS pretendon se implikon atë në aferat e CES-dia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Kujtojmë se SPAK i mbylli hetimet më 28 korrik dhe dosja kaloi për gjykim në fund të gushtit, duke përfshirë akuza të rënda për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie për çiftin Meta Kryemadi. Meta vijon të qëndrojë në burg që nga tetori i vitit 2024, ndërsa Kryemadi po hetohet në masën detyrim paraqitje. Por pikërisht këtu, situata merr një kthes të papritur. Ndërsa ish presidenti po studion dosjet e prokurorisë në qeli, zëra të fortë po qarkullojnë se Monika Kryemadi ka zgjedhur një strategji krejt tjetër për të përballur me presionin publik. Fletet se për të shmangur vëmendjen e vazhdueshme të mediave mbi hetimet e SPAK dhe pyetjet e gazetarëve të kronikës, Kryemadi mund të ketë gjetur strehën ideale, karrigën e opinionistes në Big Brother 5. Kjo lëvizje shihet si një tentativë për të ndryshuar narrativën, duke kaluar nga e akuzuara e drejtësisë në gjykatësën e lojës në ekran, duke u fshehur kështu në sytë të gjithëve. Një paradoks i vërtet, ku njëri lufton me nenet e ligjit në gjykat, e tjetra analizon strategjitë e honorëve në formatin më të ndjekur, ndoshta për të harruar apo për të bërë që publiku të harrojë telashet me drejtësinë.